ka shni rrjedhën e emisionit e vazhdoj me diskutimet të tjera. Unë e përmenda në fillim që do të diskutojmë për atë se çfarë ka ndodhur kohët e fundit me VIP-t shqiptar në vend dhe jashtë Kosovës, dhe për ta bërë këtë sot në studio kam gazetaren Fjolla Kovani. Fjolla, mirë se erdhe. Mirë se vjen Blinde. Zhvillimet shumëta edhe në mediat ros, pra në këto lajmet e showbizit, po e nisim me një reagim që pati reperi, këngëtari, kolegji për vendimin cilin e dha gjykata themelore në Prishtinë ndaj rastit të Naim Murseli. Po, jo veç Goldegji, po thujse se cili njeri dje ka reagu për vendimin që është marrë nga gjykata për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit, edhe kemi pasur reagime jo vetëm prej Goldegjis, po edhe prej Dafina Zeqirit e këngëtarë të tjerë, po e kemi reagimin e Goldegjis ku thëtë që ku keni me u gjyku pas vdekjes, çka keni me i thonë Zotit për krejt krimet që edhe sane që i keni bu ndaj Liridonës. U shif ka është që është i mlefosur edhe normalisht është kone kuptushme se cili është prej kësaj situate dhe mendoj që është vendimi i meritum për këta dy persona. Dhe në fakt duket se është mirëpritur nga shumë figura publike vendimin ndaj Naim Murselit dhe të tjerëve të përfshirë në rast nga gjykata. Po se për herë të parë mendoj që në Kosovë është marrë tamam një vendim i duhur që është dashur me vepru drejt, edhe drejtësia ka vepru qysh është dashur, edhe normalisht që për krejt është kanë një diçka e mirë me pa, edhe pse në të njëjtën kohë është e keqe me pa Liridonën që nuk është më në mesin tonë edhe fëmijët, gjendjen e fëmijëve, po mendoj që është konë sa një maj mirë dhe normalisht që ka pas hapësirë për krejt njerëz me reagu ndaj kësaj situate. E kujtojmë në fakt se për rastet të tilla në fakt janë shqiptuar edhe herë të tjera vendime me burgim të përjetshëm dhe kjo më pas deri diku po besoj që rrit edhe besimin që kanë edhe gratë dhe femrat për të raportuar rastet e dhunës dhe familjarët e tjerë në institucione. Në anën tjetër, diskutojmë pak për gjërat të tjera, Fjolla. Rikthimi i Gjestit, një kohë gjatë në pauz, por pati një projekt dedikim kryesisht për vëllain e tij të ndjerë, tashmë ka paralajmëruar se do të rikthehet sërish. Po Gjesti në një postim në rrjetin e tij social e ka postuar që ka me lansu së shpejti një këngë ku titulli i këngës quhet Fuqishëm, ndoshta njëjtë si rikthimi i Gjestit. Krejt menzi kam prit me u rikthy Gjesti dhe krejt komentet që i kemi rreth Gjestit janë që e dojnë energjinë e Gjestit që ka pas në Big Brother, edhe krejt kanë mendu që qajo energji ka me ushu pas vdekjes së vllaut, po më vjen mirë që Gjesti prapë po e vazhdon jetën edhe po i bën sa necesare. Pritet lansoj edhe projekte të reja po besoj, me qenë se disa fotografi të cilat u shpërndan shpejt në internet, shihej se ishte në një studio bashkë me një personazh tashmë të njohur për publikun, sidomos kohët e fundit për shkak të pjesëmarrjes në Big Brother, siç është DJ Gimbo. Po, këta janë shok shumë atë, edhe na e kemi njoft veç Gjestin, po këtë vetë me hyrjen e DJ Gimbos në Big Brother, po mendoj që e ka marrë edhe kë një farë simpatie ndaj publikut, edhe kjo dyshe vë duket e fort, edhe janë të sjell projekte së bashku. Sa gjatë mund të mbahet kjo vëmendja që mirret prej formateve të tilla, sepse realisht DJ Gimbo është kryefjalë për mediat roze. Nuk e di nashta për DJ është pak ma ndryshe se sa për një këngëtar, se një këngëtar mund me bo ose me marrë vëmendje pak ma ndryshe se një DJ, po njëjtë e kemi DJ Dogzin edhe Pijemin që janë konë ma herët edhe ata vazhdojnë me mbajt vëmendjen prej Big Brother se lansojnë këngë, janë pjesë e klubeve ose vendeve ku ata bojnë muzikë, po mendoj që nashta që është krah Gjestit e ka edhe pak ma të lehtë me marrë vëmendje. E qartë. Do qëndrojmë edhe pak tek këngëtarët në fakt, Fjolla. Tani kalojmë tek një format tjetër, siç është Ferma VIP, aty ku përkrajen një banore po e merr shumë nga këngëtarët e Kosovës, bëhet fjalë për Moza Ahmeti,
e cila po merë përkrojnë para pak ditësh ka pas një dron nga Tajna, së fundmi nga Dafina Zeqiri. Kjo është fotografia që ka postuar Dafina, po më pas është njësë edhe një dronë, nëse nuk ka bëja. Po, me këtë njëjtën foto është njësë drone, edhe normalisht që Moza po i bën krejt për vete, jo veç VIP-t tonë, edhe po përdor pjesë të kongëve që nashta nuk po den as me i shqiptu mirë ose nuk e din veç tekstin, po na ditë vetën të në me bo diqka, edhe me atë po e kryon një farë simpatie ndaj publikut edhe po pëlqejet prej publikut. Mozën e kemi po prej fillimi që është shumë aktive edhe favorizon këngëtar të Kosovës, ku edhe i din krejt këngët të në njëjtë si Majko, Limani, Tajna, Dafina Zeqiri, edhe pak ma herët e kemi... Duket se edhe karakteri saj, si personazh, i është përshtat edhe për ju pëlqen shumë edhe këngëtarve. Po se po është originale dhe këta dojnë me konë si Moza, po veç nuk mujnë me konë, se nështë ta njën pak keq me i bo që ato sene në publik, se mendojnë që po para gjykot ose diqka, edhe mendoj që ju pëlqen për originalitetin që ajo e ka. Sa lartë mendojnë se mund të shkoj? Unë shpresoj Moza me fitu firma VIP, po ta shojmë që shërgjedh... Pa për asysh presionin e lojës, sfidat më pas, a mund edhe duke njohë karakterin e saj që edhe të braktis garen, apo mendon se... Jo, nuk mendoj që Moza e braktis garen, se mendoj që Moza ka qëllim të qartë për çka është aty brenda, po pak mendoj që mund me ndiku edhe fjallë të jashtë, sa do që Moza ka goxha fjallë të mira jashtë për njerëzve jashtë, po kom pa edhe disa intervista ku disa persona nuk flasin gjona të mira për Mozën, edhe thonë që ajo është veç fake, këto seni ka të planifikume, nuk do të me i dhëmë pare, nuk do të me mbështet, nuk përdi sa mund që kjo me e mbajt Mozën. A mundet me ndiku kjo më pas? Mendoj që pak mund me ndiku, se nështë ta që ata njerës e njojnë pak ma mirë Mozën se na, edhe nështë ta njerës mund me mendu që okej, kjo njëri e njef Mozën ma mirë se na, dhe qka nëse për një me është ashtu, po në anën tjetër, Moza është shumë originale edhe unike, edhe po menoj që nështë e mban atë vëmendjen që e ka tash. Në rregull, Fjolla, diskutojmë pak edhe për këngëtarët me prejardhje shqiptare, por që sukseset e tyre kanë një gamë më të gjerë. Bëhet fjalë për Rita Orën, njërën prej këngëtarëve shqiptare më të zhurmshme në mediat ndërkombëtare. Tu është një fotografi më e vjetër, cilën po e shohim tashmë në këtë ledin e madh, në një set xhirimi. Megjithatë, seteve të xhirimit do t'ju rikthehet, por jo si këngëtare, si aktore një herë tjetër apo jo. Po, Rita Ora është duke u rikthy prapë në Amazon. Kjo e ka bu një film më herët, që do të lansot më duket këtë vet ose vitin tjetër, po ashtu tash është pjesë e një filmi, po ende nuk ka të caktume ose nuk e ka shfaq publikisht se çfarë roli ka me pas brenda atij filmi. Është një film dram komedi, ka emra të aktorëve goxha të mëdhej amerikanë që kanë me lujt në atë film. Edhe Rita Ora s'ka të ndalur, po mendoj që është të gjetë edhe një talent tjetër përveç muzikës. Edhe është e asaj se njëjta ka pas disa projekte filmike shumë të njohura më pasi që është 50 Shades of Grey dhe të tjera, po besoj si pritet prej publikut. Sa përqafojnë Rita Ora ndoshta në këtë aspektin e aktrimit. Mendoj që pritet shumë mirë, përderisa Rita Ora ka vazhdu prapë me bo këtë sen, prapë me aktru, mendoj që është prit mirë prej publikut herën e parë dhe nuk mendoj që nëse nuk ish prit mirë, kish vazhdu Rita Ora me filma. Mendoj që pritet goxha mirë edhe pëlqehet, i merë rolet që ju përshtatën ma shumë Rita Orës edhe... Në e kuptuash me Fjolla, pa dyshim sepse në fakt gjithë këngëtarët më pas deri diku janë aktorë ose edhe kundërta edhe aktorë që shpesh shfrytëzojnë talente e tyre që me depërtu në këtë botën e këngëve. Në anën tjetër, shkojmë tek Dua Lipa. Ajo kësaj radhe më shumë vëmendje po merr në prag festivalit saj për një event tjetër shumë të rëndësishëm për jetën e saj, siç është martesa, raportohet që do të martohet së shpejti.
Po, Dua Lipa raportohet që do të martohet në shtator, diku mes 5 deri në 7 shtator, nuk dihen data të sakta, po do të martohet në Itali, nuk po më kujtohet saktësisht qytetit që ka me u martu, po ka qenë për pushime këtë muaj edhe thuhet që janë organizu krejt gjanat e dasmës. Muaji është dikur rreth shtator. Shtator, 5 deri në 7 shtator. I bie që fillimisht ta përfundoj festivalin në Kosovë, edhe dhëndri mordë dhe njerë, sepse realisht është interesant se pothuajse në çdo festival ka pasur gjithë ish partnerët e saj. Po besoj që edhe njëherë ka me ardhë veç në lidhje mas ne i martuar. Shpresojmë që nuk është tërës kjo ardhë në festivalin me partnerë, se mas ne nuk po zgjasin. Shpresoj që nuk ndonë. Se me ndonë se Italinë, fakt shumë figurat një ora zgjedhin Italinë? Nuk e di, nështë është vend pak ma mbretërore dhe ju lënë ma shumë përshtypje Italia si vend, edhe është vend i bukur, është një vend ku këta e kam përzgjedh që kanë me undalu, do më thonë vizitorët nuk mujnë ma me shku që atë ku i kanë disa data të caktume, edhe mas ne i ka me vazhdu dasma e Dua Lipës. Teksa po flasim, ka dalë vetëm njëri prej headlinesave, po kush do t'jenë në... Janë 2 DJ që kanë me konë pjesë në Sunny Hill, ende nuk kanë dalë emrat e tjerë, po njerëz mund të përflitet për emrat e Jo. tjerë, apo... Sepse këtë vetë duke se është pak ma në qëtësi të organizime, ose ndështë është pak ma herë. Po, jo, zakonisht biletat jom ble me njëherë, këtë vetë nuk jom ble biletat shumë shpejt sa herave të kalume, nështë pak që kjo problemit që nuk po i din këngëtarët se kush ka me kom pjesë atë, edhe mas nej nuk po ju lenë shumë përshtypje me marë bilet para se me ditë kush është këngëtari. Nështë që kjo pak po i stopën njerëz për me marë bilet, po që është po thua dhe ti, është pak ma në qëtësi. Qartë Fjolla, faleminderit shumë për gjithë këto përmbledhje që i bane për disa prej lajmeve të cilat kanë çarkullu gjatë kohëve të fundit në showbizin vendor dhe atë ndërkombëtar. Ne do të kemi mundësinë edhe herë tjera të diskutojmë për tjera çështje. Faleminderit Blendi. Ke shumë kënaqësi. Ndërkësh me këtë